Përshëndetje, miq të dashur, edhe sot jemi së bashku me Xhem në kuadrin e emisionit Konteksti kohor me një tematikë të re, e cila po besoj është shumë interesante dhe na preokupon shumë, e gjithë cilën ndoshta ne mes shumë të e përdorim edhe e trajtojmë në për takimet tona, në për ndejat tona, ligjërimet tona, mirë po dhe shumë investohet edhe thirret për këtë gjë. Të vazhdojmë së bashku me Hoxhën se cila është kjo tematikë. Hoxh, mirë se erdha. Mirë se gjejsali. Hoxh, zakonisht e përmena në çdo mezhlis, çdo takim, çdo ndej, punohet shumë këtë drejtim dhe thirret shumë këtë drejtim që të jemi të suksesshëm. Çka e konsideron ose si e konsideron feja islame suksesin? Fillimisht falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, i dërgojmë salavat e Muhamedit alayhi salam. Lutem Allahun xhalla shanuhu që edhe ky takim dhe takimet tjera të kaluara para ato të cilat do të vinë të jenë në shërbim të përmirësimit ton, në shërbim të vetëdijsimit ton, në shërbim të formimit ton të duhur, formimi i cili sigurisht se do të na shërbej e do të na ndihmojë në kuptimin real të gjitha gjërave, të gjitha çështjeve e edhe të problematikës të cilën ti sapo e ngrite, një problematik e cila sigurisht se don një trajtim të mirëfillt dhe don një trajtim të duhur, sepse këç kuptimet në rreth formulimeve të caktuara, rreth përmbajtjes së caktuar, padyshim se sillin pastaj edhe tek rezultatet jo të duhura, rezultatet jo të mira, e ku njerëzit mund të kenë pastaj perceptimet jo të duhura rreth kësaj çështje. Ajo për cilën kërkojmë dhe kërkohet që të ketë definim të duhur dhe po themi edhe përcaktim të duhur, është edhe çështja e suksesit, të cilën sigurisht se Islami e nxit shumë, investon shumë të jep shumë përparësi, por se feja pastaj në bazë të mësimeve qiellore, bazë të mësimeve të Zotit xhalla shanuhu, është ajo e cila na e determinon se çka është sukses dhe çka nuk është sukses. Për cilin sukses duhet të gëzohemi, e për cilin sukses mund edhe ta kem të kundërtën e saj, edhe pse ai në realisht në rrafshin njerëzor edhe në rrafshin e praktikës mund llogaritet sukses. Andaj si terminologji dhe si kuptim, padyshim se Islami nxit suksesin shumë dhe nxit njerëzit për këtë sukses, por pastaj ajo që është e domosdoshme është inkuadrimi i mësimeve të fesë në vlerësimin, në përcaktimin dhe në seleksionimin e asaj që mund të llogaritet sukses, sepse po nuk u inkuadruan mësimet e fesë në këtë përcaktim dhe në këtë seleksionim, sigurisht se njeriu do të gëzohet ndoshta me suksesin e arritur, por që realisht ai nuk është sukses. Dhe e kundërta, do të lënë shumë suksese të cilat i ka arrit njeriu ndoshta, nuk do të llogarit ato suksese, rrjedhimisht nuk do të gëzohet me to, nuk do të përjetojë ato, nuk do të shfrytëzojë ato, e më keqja është kur ndoshta në fundit edhe nuk përfiton prej tyre as kur del nesër para Zotit. Po sukseset janë të ndryshme, mirë po na po fokusohemi në atë që na intereson ndoshta më shumë a është pasuria sukses? Pasuria është sukses, nuk ka dyshim. Pasuria është një nga sukseset që njeriu e arrit në jetën e kësaj bote. Është sukses dhe Islami nuk e mohon si sukses. Nuk e nxit kundërtën e saj. Pra Islami nuk nxit në varfëri, përkundrazi e qorton atë. Islami nxit në pasuri, në pasurim, Islami nxit në punë, Islami nxit njerëzit që të jenë të suksesshëm, Islami nxit njerëzit që të jenë ajo shtresa e cila jep. Andaj pejgamberi alayhis salatu wasallam na tregon se yedul ulya khairu min al-yad as-sufla, dora e cila jep është më e mirë se sa dora e cila merr. E sigurisht se domthonë kjo në një formë ose në tjetrën është nxitje që njeriu të posedoj, e pastaj edhe të jap. E pastaj
domethënë ajo rregulli i madh fetar ku madje Allahu xhaleshanu sapo na e sjell argumentin ose obligueshmërinë, rregullin e obligueshmërisë për namazin e xumas dhe detyrën që njerëzit të përgjigjen ezanit idha nudi ila salati min yawm al-jum'a fas'au ila dhikrillah. Kur thirret ezanin në ditën e xumës shpejtoni që të përgjigjeni përmendjes Allahu xhaleshanu, kujtimit Allahu xhaleshanu, namazet në xhami. Po pastaj çka thot? Në momentin e parë që e kryeni fantashiru fil ard, shpërndahuni në tokë edhe kërkoni të mirat e Allahut subhanahu wa taala. Pra kërkoni të mirat e Zotit, pra punoni. E pastaj edhe argumentet e mësimit, edhe argumentet e nxitjes për ndihmën ndaj tjetrit, e kështu me radhë, të gjitha këto quhen ka ajo që Islami kërkon nga njerëzit që ata të jenë të suksesshëm. Mirë po, Islami në radhë të parë, suksesin real, suksesin kryesor, suksesin më të madh që Islami e llogarit se dikush e ka marrë në jetën e kësaj bote është fillimisht ta di qëllimin e krijimit. Ta di pse është këto. Pra pse jeton këtë botë. Ajo është njohja e Zotit, madhërimi i tij, nënshtrimi ndaj tij. Pastaj të jetuarit mbas asaj që ky Zot ka kërkuar. Sepse vllai Sali, po e kupton njeriu të ketë se suksesin më të madh për cilin Allahu na ka kriju. Pastaj çdo sukses tjetër është i menaxhueshëm, është i kontrollueshëm, është i dobishëm, sepse të gjitha do të vënë në shërbim të parës. Por mungesa e qëllimit të krijimit. E pastaj edhe suksesin e pasurisë, pastaj që Islami e ka nxit në aspektin e përgjithshëm, njerëzit do ta përdorin edhe do ta përdorin për më shumë për dëm sesa për dobi. Më shumë për hapjen e të këqijave sesa për hapjen e të mirave e kështu me radhë, sepse mungon ajo esenciala, burimorja, bazike që është suksesi më i madh që arrin dikush që është njohja e qëllimit të krijimit. Pra në momentin e parë që njeriu e njeh qëllimin e krijimit, pra që është njohja dhe madhrimi i Zotit dhe të jetuarit që është dhënë Zoti fuqiplot, atëherë çdo sukses tjetër llogaritet i lavdruar, i nxitur edhe i promovuar nga feja, sepse këtu pastaj e kupton njeriu edhe vlerën e pasurisë, edhe pse duhet pasuria, edhe pse duhet me punu, edhe pse duhet me lodh, edhe pse duhet me grumbullu, edhe pse duhet me pas e kështu me radhë. Sepse mungesa e të parës e bën të dytën pothuajse të pavlefshme edhe e bën të parëndësishme, sepse pastaj nuk ka një burim nga i cili do ta kuptoj se si duhet të menaxhohet e si duhet të shfrytëzohet kjo pasuri. Po nëse ne të marrim këtë parën që e përmend ti, domethënë qëllimin e krijimit, dhe punojmë drejt qëllimit të krijimit, qëllimi i krijimit po të sjellë të suksesi. Mirë po, nëse ne fokusohemi te suksesi dhe nuk merremi me qëllimin e krijimit, çfarë konkluze mundesh me nxjerr këtu? Po është disbalancë. Disbalanci i cili padyshim se ti ndron konceptet e suksesit. Si ta kuptojmë na që jemi në balancë, domethënë që jemi në rrugën e drejtë. Balanci sigurisht se është lehtë kuptohet, sepse në momentin që na e kuptojmë dhe jemi në nështruar dhe kemi plotësuar, po themi atë numrin 1 në këtë rrugtim, e që është njohja e Zotit, madhrimi i tij, nënshtrimi ndaj tij dhe pastaj edhe të pyeturit, pra ata, Allahun xhaleshanu, se çka është sukses për mua, çka është prapambetje për mua, çka është vlerë për mua, çka është andivlerë për mua e kështu me radhë. Andaj ne kemi me arrit me e kuptu dhe me e balancu çdo sukses dhe kemi me arrit me e kuptu çdo sukses të jetës së kësaj bote. E kemi me luftu pastaj për ta, kemi mu përpjek për ta, në momentin që e kuptojmë të parën. Mungesa e të parës, njerëzit nuk do t'i bëj që ata të mos punojnë, e të mos arrin, madje do të arrin shumë, sepse historia islame njeh njerëz që kanë arrit shumë, e kanë pas shumë, e kanë poseduar shumë. Mirë po në mungesë të parës ndodhin deformime shumë interesante, ndodhin keqkuptime shumë interesante, ndodhin përmbysje shumë interesante të kuptimeve, e madje edhe të shfrytëzimit rrjedhimisht, edhe të shfrytëzimit, edhe të përdorimit të kësaj, po themi suksesi, në këtë rast po përmend pasuri, mund të jetë pushteti, mund të jetë arritura shkencore, mund të jetë çfarëdo që njeriu arrin në jetën e kësaj bote.
E përmena hoqë shumë raste, historia një shumë raste njerëzve të pasur, edhe në kohën që jetojmë ne tash, shohim që njerëz nuk e dinë skajin e pasurisë. Ndoshta Islami si na mëson ta trajtojmë ose si na mëson ta kuptojmë se këta njerëz këtë pasuri e kanë dhuratë nga Zoti, edhe po ashtu nëse njeriu ka shumë pasuri, është më i dashur tek Allahu, apo ata të tjerë cilët nuk kanë shumë pasuri, ndoshta i dën më pak Zoti. Po kjo është një nga dilemat e mëdha që njerëzit sot fatkeqësisht e kanë. Ku njerëzit e masin pozicionin e tyre, madje edhe shpëtimin e tyre me të mirat materiale ose të mirat e kësaj bote, madje edhe me rahati, edhe me komoditet, edhe me çka do të jetë. Por nëse njeriu posedon diçka prej të mirave të kësaj bote, çfarë do qofshin ato, njeriu në një formë ose tjetrin ai do ta kuptojë se Zoti më don mua, sepse mu po më jep pasuri, unë jam rahat, unë jam i qetë, nuk kam asnjë breng, nuk kam asnjë hall, nuk kam asnjë dert. Pse unë mos jem i dashur te Zoti. Dhe kundërta, çdo kush që është i sprovuar, e i cili ka dert, po themi, çfarë do qofshin ato, brenga dhe hallat të kësaj dynjaje, do të krijohet përshtypja se mi dash Zoti ata, ja kish çudo pasuni, me dash Zoti ata, i kish ndihmu, me dash Zoti ata. Ky është një nga deformimet rrënjësore, të cilat e prishin komplet balancin e suksesit dhe mos suksesit, sepse kjo buron nga mosnjohja e Zotit, nga mos nënshtrimi ndaj tij dhe mosnjohja e qëllimit të krijimit. Andaj Allahu xhallahu na ka sill shumë shembuj në këtë botë të njerëzve të shumë, të cilëve u ka dhënë pasuni sa që është vështirë me gjithë njerëzit e pasur sot në këtë botë, është vështirë të paramendohet pasuria e tyre sa ka qenë. Dhe Allah subhanahu wa taala në surën Qasas na tregon për shembull një nga shembujt, e cilët sigurisht se ne jemi thirrur që të lexojmë Kur'anin, ta meditojmë ata, sepse nxjerrim modele, nxjerrim mësime, si ka vepruar Allahu subhanahu wa taala me ta, dhe pse kanë ardhur deri te ato përfundime, cili ka qenë reagimi i tyre përballë për shembull pasurisë kështu me radhë. Andaj kemi një rast, një shembull brillant, një shembull i jashtëzakonshëm, një shembull i cili përmban në vetë mësime të shumta. Allahu xhallahu na tregon thotë inna Qaruna kana min qaumi Musa, Qaruni ishte nga populli i Musait alayhis salam. Po flet për një person të cilit Allahu subhanahu wa taala thotë i kena dhënë pasuni ku mafatihahu, domthon vetëm qelçat e pasunisë së tij, jo pasunin. Sot kush mundet me thonë opton që pasuninë e tij nëse e përkthen për shembull në ari ose në kundërvlerën e tij e cila bartet thotë s'më e çaj. Apo thotë qelçat e pasunisë së tij, jo pasurinë, po qelçat e pasurisë së tij thotë Allahu xhallahu është dashur njerëz të fuqishëm me i bart ato. Tash imagjino çfarë pasurie. Dhe këtë pasuri pra Allahu subhanahu wa taala na tregon në rrjedhën e këtij përshkrimi, është rrjedhë mahnetshme. Domethënë cili ka qenë pozicioni i tij përballë pasunisë, si burim nga e ka fituar, në shfrytëzimin e tij dhe në përdorimin e kësaj pasunie dhe reagimin e njerëzve përballë tij. A ka ofruar kjo pasuri te Zoti Karunin? Përkundrazi. Domethënë ai thot Allahu subhanahu wa taala fa baga, domethënë ai e ka tepruar me ta. E ka tepruar sepse këtë pasuni e ka vendosur në shërbim të një nga zullumçarët e mëdhej. Madje një nga zullumçarët më të mëdhej që e ka njoftë historia e faraonit. Por pasuninë e tij e ka vënë në shërbim të tij. Dhe Allahu subhanahu wa taala na thot kur një ditë për ditëve, do ai ka dalë me ekspozimin e kësaj pasurie. Pra ka dashur me ju ekspozu dhe me ju tregu njerëzve se ja unë çka posedoj. Me tregu se unë kam rri sukses. Apo, domethënë, dhe në farë forme me e imponu se suksesi është ajo që tham unë. Për atë arsye sot domethënë në kohën bashkëore, një nga problemet e mëdha është se të tjerët të kanë ofruar modelin dhe të tjerët ta kanë imponu çka është suksesi, çka është lumturia, çka është rahatia, çka është domethënë moderne, kush është i prapambetur, kush është njëri domethënë me vlera, kush është njëri pa vlera, të tjerët ta kanë imponu. Andaj edhe këtë do me ju imponu të tjerëve me prezencën e tij, me daljen dhe ekspozimin e asaj pasurie, edhe sikur do të thonë unë tregoj sa tash se unë kam rri, unë kam sukses, unë jam njeriu model që ju duhet me ndjekni dhe duhet të përcjellni.
Ky hoç ka thirrë që në ato që unë këtë pasuni e kum bë në bazë të aftësive të mundësive të mia. Po sigurisht se kjo A ekziston kështu? Padyshim se jo. Domethënë ai e ka pas këtë pretendim, sepse e ka pas mangësinë e kthimit në referencë për me tregu se çka është suksesi. Prej ku merret pasunia, ku është rubërimi real i pasurisë. Andaj kur ka dalë me këtë pasuri, populli vet i kanë thënë një fjalë shumë interesante. I kanë thënë la të frah. Ka thënë mos u gëzo, mos e tepro. Apo me këtë pasuni. Inna Allah la yuhibbul farin. Allahu nuk i don ata të cilët e përdorin suksesin, të arriturat, gradat shkencore, gradat domethënë çfarë do të qofshin ato. Thjesht të arriturat e kësaj bote, kanë thënë la të frah, mos u gëzo. Inna Allah la yuhibbul farin. Allahu nuk i don ata të cilët gëzohen në formën çfarë ti po gëzohesh, sepse njeriu është e lejuar që të gëzohet, por jo në formën çfarë ti po gëzohesh, që me atë të tentosh të përmbysësh kuptime, të shërbesh zullumçarëve, sepse ai me pasurinë e tij pastaj e dini, domthon ka mbyt me qindra mijë fëmijë faraoni, vetëm nga Afrika se dikur do t'ja merr pushtetin. E kështu me radhë, domthon e ka bën një përmbysje dhe ja kanë thënë popullit vet një fjalë shumë interesante. A kjo është, mendoj se është jashtëzakonisht e rëndësishme. Ka thonë, wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Kanë me çito që Allahu ta ka dhënë. Lëpe me ahiretin. Sa Allah s'ta ka ndaluar mi përdor këtë pasuni. Apo që të mos keq kuptohemi dhe shpesh herë të mos bëhen përmbysje. Allahu nuk ja ka ndaluar njerit me pas, na e tham fillim. Madje milioner, madje miliarder njeri me kon asnjë problem nuk është. Vetëm duhet ta kuptoj se cili është burimi. Ato të cilën e përmend. Mo ky, sepse përmend Allahu subhanahu wa taala më poshtë. Ai thot, utitu ala ilmin min indi, u kum fitu vet këto. Unë kum ditë. Unë kum pas njerëz, unë kum pas domethënë mundësi, unë kum pas rrethonat, e kum ditë çfarë biznesi më bë, kështu me radhë. E në momentin që njeriu sillet kështu, ai do ta humb pastaj balancin e përdorimit të kësaj të këtij suksesi. Çfarë do të qoftë ai, na po marrim këtë rast pasunin. E populli vet i thon, po lëpeve ato që Allahu ta jap. Domthon botën tjetër, lëpe kënaqësinë e Allahut. O njerëz, me pasuninë që Allahu ja ka dhënë. O njerëz, me grada shkencore që i keni marrë. O njerëz, me mundësitë që Allahu ja ka dhënë. Diku i ka dhënë Allahu xhallashanu mundësi me shkruaj, diku i ka dhënë Allahu xhallashanu me fol, diku ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala prirje të caktuara, apo përparësi të caktuara disa njerëzve në raport me të tjerët. Vaj halli për ato i cili këto begati, e mirësi, domethënë dhurata nga Zoti nuk i përdor që të arrit kënaqësinë e Zotit. Kjo është fatkeqësia më e madhe. Andaj populli po i thotë në farforme i lumi, për gjithë këtë pasuni që e ki. Atë sa ki mundësi me fitu ti. Imagjino sa kanë mundësi me fitu njerëzit për shembull që kanë pasuni shumë. Sa kanë mundësi me fitu ata. Imagjino sa ka mundësi me bë hajër për shembull ai po zom në mjek i mirë, në doktor i mirë. Po, ku vetëm me u zhvesh nga, po themi, nga ajo puna zyrtare, dhe me përdor diçka mbi këtë zyrtaritet, apo mbi këtë zyrtarizëm ti, me përdor për shembull apo më ja lecu dikujt në bank, më ja fol dikujt në fjalë, më u gjin pak, me bë disa hape, me ndihmu, në çmim caktuar më ja ul atij, apo pejgamberi sa më ka thonë, ai që ja largon një brang dikujt nga brangat e kësaj bote, Allah ka më ja largon një brang dunja dhe në ahiret. Sepse ai ka mundësi, sepse për shembull i shkojnë njerëz që kanë nevojë edhe ka mundësi. Imagjino për shembull një mësues i cili del nga petku apo i atij zyrtarit që vetëm me ato që e ka obligim në kohën e ditarit vetëm me mrolat mball me atfar domethënë atë ngurtësinë e tij po del jashtë asaj. I secili pastaj në secilin sferë. Andaj ata po i thonë, o ti ty të ka dhënë Allahu shumë. Andaj secili që Allahu i ka dhënë diçka që njerëzit tjerë nuk e kanë. Wallahi le ta kuptosh është mundësi dhe begati e madhe për meselës ka mundësi me fitu kënaqësinë e Allahut. Sepse populli than, populli më të mëshëm, sepse ata po e gjykojnë nga një prizëm tjetër. Edhe çka i than? Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Mos e harro ato të mira që ty takojnë këtë botë. S'po thot kërkosh jep e krejt, nuk po thot kërkosh ti diç unë, nuk po thot kërkosh ti jeto pastaj në varfëri, nuk po thot kërkosh mos e harro, mos e le veten keq, shfrytëzoj të mirat, kënaqu me to, jeto, përjetoj tana. Amo pjesën tjetër,
shtesën, ato cilën e ki dhurat, ato cilën e ki mundësi, ajo është mundësia arti me fitu kënaqësinë Allahut subhanahu wa taala. Këtë këndvështrim që Allahu subhanahu wa taala na tregon, cilët i ka ardhur nga populli, apo është mësim, Allahu xhallahu po na tregon se kështu duhet mendohet dhe kështu duhet të paramendohet. Ta ka dhënë Allahu një mundësi, çfarëdo që të jetë ajo, shfrytëzo për me mrik kënaqësinë e Zotit. E këto arrin vetëm kur plotësohet ajo para që përmendëm në fillim dhe mos harro kurrë, mos le keq kurrë në këtë dynjë. Ta na të mira shfrytëzoj ato të cilat janë halal, por banë balancin mes asaj që ki mundësi me e gjetë nesër para Zotit, asaj të cilën e shfrytëzon jetën e kësaj bote. Po që kemi shumë shka për folë për këtë temë, po shkojmë një pauzë të shkurtër, e të kthejmë pjesën e dytë. Mirë. Për trajtimin. Dashur shikues, ndroni me ne, pas pak do të kthehemi në pjesën e dytë të këtij emisioni. Dashur miq, jemi në pjesën e dytë të emisionit Konteksti kohor me temën Suksesi i pavlerë. Hoxh, i pam sjelljet ose folën për sjelljet e Karunit ndaj pasurisë edhe dhuratës të cilën ai atriboi vetes, domethënë dhuratë të cilën ja ka dhënë Allahu, mirë po ndoshta nuk e përdori ashtu siç duhet edhe konform rregullave të cilat duhet të përdorin begatitë të cilat na jep Allahu. Prej ka ky burim, domethënë ka frymëzoi kjo sjellje tina ndaj kësaj begatie dhuntie të cilën ja dha Allahu. Padyshim se është shumë e rëndësishme që të kuptohet se prej ka, domethënë ku e gjet ku frymëzu, kush e mësoi, prej nga erdh ky vetbesim kaq i madh, prej ka erdh ky mendjemadhësi kaq e madhe, prej ka erdh ky mburrje kaq e madhe Karunit që të i injoroj madje edhe këta zana të cilët e therrën që ahsen kama ahsan Allah ilejk, sillu mirë ashtu që Allahu xhallahu shanuhu të ka dhënë ty, pra vepron njëjtë ti me njerëzit që Allahu ka vepruar me ty dhe është sjell me ty. Allahu subhanahu wa taala na e jep përgjigjen, e mendoj se kjo përgjigje është njëri nga shkaqet kryesore të çdo fesadi dhe përmbysje të kuptimeve dhe përhapje të këqijave në tokë. Allahu subhanahu wa taala na përshkruan ku thot qala inma utitu ala ilmin indi. Ai tha krejt këtë pasuri unë e kam fituar për shkak se unë e kam ditë. Unë jam burimi. Apo kupton? Dhe mos kthimi i vlerës së pasurisë, mos kthimi i begatisë së po themi të shëndetit, edhe të arriturave, edhe të sukseseve, edhe të gjithçka, mos kthimi i krejt kësaj që njeriu posedon tek burimi real, e që është Zoti fuqiplot, njerëzit do t'i bëj të rebelum. Sepse ata do ta kuptojmë se ata janë të Zotit të saj. Ajo është burimi. Dhe në momentin që ti mendon se ti je burimi kryesor, është e logjikshme në një farë forme, lasdrimi, llastimi, është e logjikshme që të kuptohet se pse duhet të me ngut dikan tjetër. Kur kjo është e jamja. A mund qoftë se ti e kupton se është Allahu, Zoti i botrave, ai që ta ka dhënë. Edhe pasurinë, edhe shëndetin, edhe famën, edhe suksesin. Edhe çfarëdo që ti ke arrit, Zoti është ai i cili të ka begatuar, ti do ta ndish nevojën dhe do të sillesh përballë krejt kësaj, mosaj saj që Allahu subhanahu wa taala të mëson edhe të uzon. Andaj çka tha Karuni? Tha utitu ala ilmin min indi. Kjo është e jamja. Unë e kam fituar. A nuk është i njëjti formulim që sot njerëzit e përdorin? Që sa vite ka jetu Karuni? Unë e kam rri vetë vetë kam rri. Thonë më vëllai për shembull, më vëllai se që kjo sjellje jote apo në këtë pozitë që je, unë e kam rri, unë e kam ditë. E mos meritu. Po, unë e kam meritu, madje mos themi apo ata të cilët për shembull zgjidhen nga të tjerët apo në vende të caktuara ose ata me kulmin e mburrjes së të krenarisë edhe madje edhe të mendjemadhësisë, ata sillen përballë tjerë apo më kanë besu. Po të kanë besu, po ju mos sillet ashtu. Pasuninë e caktuar, më be vëllomës, u thotë është jamja. Apo, jamja, madje njerëzit edhe për jetën që realisht nuk është burim i tyne,
dhe nuk e kanë marrë vetë, nuk e kanë kriju vetë, njerëzit dinë mos sjell kështu. A ke pa kur thonë, apton, po jeta është e jamja. Po çfarë? Ku e ke marrë ti jetën tënde? Ku e ke ble jetën tënde? Ku i blen ditët e jetës? Ku i ke marrë? Apo thon, ku në çfarë marketi, në çfarë rrjeti social, ku në çfarë banke i bleve, ku i morre? Thon. Jeta është e jamja, it's my life, apo thon. Unë jetoj ç'është du, unë bëj çka du, apo thon. Krejt kjo problemi është tek shkputja nga burimi real. Ç'është e përdori? Ç'është e përdori Karuni ku tha, unë jam ai i cili e kumbo, apo thon. E pastaj në momentin që unë e kumbo, unë bëj çka du me ta. E çet koncept Islami ka ardhur me ja rregullu njerit. Dhe me e permisu, sepse burimi i krejt çka kemi, krejt çka posedojmë është një Zot. Zoti i botrave. E pastaj sigurisht se ai i cili e kupton të tillë e kupton se ai është shfrytzues, jo posedues. Është dallim i madh. Mes atij i cili e kupton se është shfrytzues, e kur ta jap me shfrytzu ti e përdor mbas të udhëzimeve të caktuara. Ama nëse ti mendon se je posedues i saj real, apo e që njeriu nuk është posedues i real as i jetës së tij, sepse dikur tjetër ja ka dhënë, e andaj Allahu xhaleshanuhu e ka bëu për gjunaheve, apo thon, madje të pafalshme, vetvrasjen. Apo ka një është jeta jam. Apo as jeta jote nuk është. Sepse Allahu ta ka dhënë e nuk është e drejt e jotja madje mja marr jetën as vetes tane. E lëre mo dikujt tjetër. Po si rasti i Karunit, na kemi edhe plot raste në kohën tonë, që në kohën moderne që shohim plot njerëz që janë milionera, miliardera, që gjithmonë janë bisedat tona edhe janë modeli jonë. Na këto modele, a duhet të shohim si model i arritjes, apo si paralajmërim që mos ndoshta pasurinë që ka fituar, duhet ta përdorim si ai apo të kthejmë konform këtij sistemi që e përmendet ti. Domethënë, pasurinë që e kemi, ti lakmojmë pasuri për ta përdorur për halal apo ti lakmojmë vetëm ta arrijmë suksesin e tij. Jo, realisht ne jemi të nxitur që ti ndjekim njerëzit në modelin e arritjes së suksesit, por jo në përdorimin e suksesit. A kupton? Kjo është definim shumë e rëndësishëm. Ne jemi të obliguar që të ndjekim njerëzit në modelin se si kanë arritur sukses. Domthon, çka kanë përdorur ata? Për shembull, opton komplet njerëz që sukseset e tyre i kanë arritur me mund shumë të madh, me përpjekje shumë të madhe. Ne jemi të obliguar që të ndjekim këtë model. Gjithmonë duke qenë halal. Padyshim, gjithmonë po flasim në ato e cila është e lejuar, e cila është halal, e cila nuk bie ndesh me qëllimin kryesor, që është qëllimi i krijimit. Dhe në përpjekje për me arritur sukses, padyshim se duhet të ndjekim shembujt, modelet, madje pejgamberi alayhis salam na ka thonë që të marrim mësim edhe nga shejtani, kur i ka thonë Ebu Hurajrës, ka thonë sadaka wa huwa kadhub, ka thonë ai është gënjeshtar, apo çdo ka thonë të vërtetën. Çfarë merja? Se të vërtetën e ka thonë, edhe pse ai dihet, apo thënë, ai është gënjeshtar edhe ai gjithmonë të gënjen. Por ne jemi të obliguar që të ndjekim modelin, rrugën e suksesit, por jo përdorimin e atij suksesit. Përdorimin pastaj ne kthehemi në referencë. Andaj po ndalemi hala ndoshta pak te Karuni për shkak se është shembull i mahnetës. Sepse ne tash kur po flasim për modelin dhe kur po flasim për shembulltyren apo të suksesit, kur njerëzit e përdorin, e thojnë, e marrin shembull, ju marrin lakmi e kështu me radhë. Allahu xhaleshanu na thotë se cili ka qenë reagimi njerëzve në kohën kur ai është prezantuar, edhe e ka ekspozuar pasurinë e tij. Aty i pam disa këshilla, po tash Allah na sjell nga një kan tjetër. E që kjo është shumë e rëndësishme, sepse piknisja e gjykimit ndaj suksesit të tjetrit buron nga besimi. Varësisht nga besimi që njeriu ka, do ta ka edhe perceptimin e tij dhe do ta sheh këndin e suksesit të dikujt. Andaj Allahu subhanahu wa taala na përshkruan, qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya. Than disa të cilët e donin jetën e kësaj bote. A njerëz lakmetar, pse në kësaj bote, çka than? Ai lumi. Pa dhe neve sikur na u kesh dhënë në diçka si ky. Shumë është më rëndësishme detali që Allah subhanahu wa taala po e përmend. Do të burimi i çiti perceptimit të tyre ishte se ata e donin jetën e kësaj bote. E sigurisht se ai i cili e don jetën e kësaj bote
Kam i marrë lakmi filanit edhe alanit, apo kupton? Madje kam ja kthyer me sekonda sa jetë llogaria. Apo, po Allah xhallahu na tregon edhe ne nga një kënd tjetër, kjo është shumë e rëndësishme. Thot Allah subhanahu wa taala, "Wa qala alladhina utul ilm", ndërsa atyre të cilët i është dhënë dituria. Që nuk po thot ata të cilët nuk e dojnë dynjan. Është shumë më rëndësi. Për të parë tha ata të cilët e dojnë dynjan. Për të dytë, tha Allah xhallahu, ata të cilët i është dhënë dije. Që i vjen ata nuk është se urrejnë dynjan. Besimtarë nuk e urrejnë dynjan, nuk e urrejnë mirat e kësaj bote. Ama ka dituri që din bazë të saj mi vlerësu pastaj cila është sukses e cila nuk është sukses. Domthon këtë definim mahnetës. Çfarë me den çfarë detaje, dhe çfarë kristalizimi ka bëu Allahu subhanahu wa taala. Pra ata të cilët i është dhënë dituri, thot Allahu, i është dhënë dituri për pasurinë, i është dhënë dituri për dynjan, i është dhënë dituri për ahiretin, i është dhënë dituri për qëllimin e krijimit, i është dhënë dituri se si duhet fitohet, i është dhënë dituri se si duhet shfrytëzohet. Apo këta çka thanë? Këta i thanë, mos i merrni lakmi këtina në përdorimin cilën ky po e ban. Jo në fitimin që ky e ka, po në përdorimin që ky po e ban, sepse ato cilën Allah ka përgatit, pra për të mirave të botës tjetër, që ky po i refuzon me i dëshiru, janë shumë më të mira dhe janë shumë më të dashura dhe janë shumë më të rëndësishme dhe janë shumë më të vlefshme se sa kjo që ky e ka mri. Që ky është po themi Fia holl ndarse e asaj se si duhet ta sheh njeriu. Pra, kushdo andaj në momentin e parë që rrin me dikan, në raport me suksesin e kujdo qoftë ai, ka me kon piknisë që kjo. Besimi ka me kon. Pra ai i cili e don veç dynjan, ai ka me lakmu, ai ka me, kupton, ndërsa ai i cili me dije fetare, me dije të vlerësimit, ka me i njoft gjanat, ai ka me ditë me bë vlerësimin mes tyne. Po njerëzit edhe në këtë, domethënë sot kanë pasuri, dikush ka më shumë, dikush ka më pak. Mundësia për me jep edhe me fitu se vape, normal që është shumë e madhe e atyre që kanë pasuri se sa atyre që s'kan pasuri. Po besoj që në këtë shembull që ti e the, edhe këta besimtarë cilët e kanë pa pasurinë, kanë lakmuar ata që po ta kishim këtë pasuri, do ta shfrytëzonim, edhe zakonisht kjo është piknisja e çdo besimtari i cili don më bëj pasur, thotë se unë nëse kam pasuri më i më shfrytëzu që më mri xhenetin. Veç do të më kanë koza sinqert në këtë kërkesë. Sepse çdo kush që lyp Allahu xhaleshanu ja jep. E pastaj kur t'ja jep duhet koza iman dhe besim me e realizu ato cilën njeri e ka pretendu, po themi, ose e ka premtu. Përndryshe njerëzit në raport me të mirat e kësaj bote, të përgjithshme, këtë rast edhe pasunin, pejgamberi sa më ka treguar se janë 4 kategori, dhe kjo është shumë më rëndësi. Ka thonë ata të cilët kanë edhe dhanë, padyshim se kanë shpërblime të mëdha. Është një kategori tjetër, shumë interesant. Ata të cilët nuk kanë, por thonë po të kishëm pas, kishëm e dhanë. Pejgamberi sa më thotë këta janë bashkë me të parë në shpërblime. Amo kjo është me sinqeritet, sepse mund të sprovoj Allahu, mund të testohesh. E ky testim jo rallëherë na ka ndodhur me pa njerëzit, e me vërtetu, e që themi me i prek njerëz cilët, apo kur s'ka pas ka ditë me fol shumë, e pastaj realiteti edhe rrugtimi e ka dëshmuar të kundërtën. Pra ai që ka edhe jep. Kategoria e dytë, ai që nuk ka, po thotë po të kisha do të jepsha. Këta është bashkë me të parë. Kategoria e tretë është ata të cilët kanë e shfrytëzojnë të keqen. Padyshim se këta janë shumë të këqij. Është një kategori që janë miskina shumë. Ata të cilët nuk kanë, po thonë më pas kishëm me bë keq si këta. E këta janë bashkë me këta në gjunahe. As nuk mundi përjetën gjunahet, po themi knatësit të cilët ata i arrin me pasurinë e tyre, edhe janë pjesë e gjunaheve. A dëgjon hoxh jetën e përditshme kësaj kategorisë? Po, fatkeqësisht po, qyshja. Sepse disa për shembull. Po njerëzit caktuar për shembull, të cilët shohin njerëz në defrime të caktuara, në gjunahe të caktuara, në harame të caktuara, në fesade të caktuara dhe thonë, nëse ti ski edhe lakmon me pas, për me bën një gjuna të caktuar, ti llogaritësh po, nëse puna e jetës është punë e madhe, nëse ti thua, po ti kisha këtu. Sepse nëse njeriu e fsheh veten e tina, ai inshallah, ama nëse e shpreh dhe ai u kënaq filani, E ti, unë vetë s'kam se çashtu kisha bën, është
pjesën e gjuna. Për atë arsye disa sahabe kanë ardhur te pejgamberi sa për me tregu se njeriu kur ka dhe kur posedon është shumë e rëndësishme. Kanë ardhur disa sahabe kanë thënë ja Rasulullah, kanë thënë, po na shkojnë ata cilët kanë pasuni. Kanë po falëm, çur po falëm na, po agjerojmë çur po agjerojmë na. E kështu me radhë, kanë thënë ata po japin na, kanë thënë s'po japim. Apo, ka pejgamberi sa më ka mësuar disa prej adhkarëve, domethënë dhikrit përmendjes Allahut subhanahu wa taala. Mos do ditë ata të pasnit kanë një. Ka thënë Rasulullah ata po thonë, pastaj ka thënë ajo është begati që Allahu jep kujt e doj, sigurisht se në atë peshorën e sprovës edhe të provimit se si po sillet njeriu me pasuninë, me lirinë, me rahatin, me komoditetin, me të gjitha të mirat që Zoti ja ka dhënë. Po çfarë arritjet tona, sukseset tona apo i matim në bazë konform këtij sistemi, kësaj rregullore që ne prashë Islami apo në bazë dunjas. Po andaj edhe po e trajtojmë këtë çështje që ta ngritim nivelin edhe të vetëdijes, edhe të imanit, të besimit, edhe të po themi të kthjellësisë së të menduarit që ti kuptojmë se me çka duhet të matim sukseset, me cilat janë ato punë për cilat duhet të gëzohemi, cilat janë ato punë me cilat duhet ta nxitim njëri tjetrin e ta përgëzojmë njëri tjetrin e kështu me radhë, sepse mungesa e këtyre njohurive do të mund pashmangshëm e shpesh herë edhe pavrejtshëm do të na shpije drejt gjykimit edhe të mendimit të atyre të cilët nuk kanë të lidhur fare, domethënë jetën e tyre as më pak suksesin ose mos suksesin me ato që Zoti i ka mësuar. Po që për fund ndoshta edhe më rëndësishme ja konkluza e kësaj tematike që ne përmendëm sot, a mund të jetë që na mendojmë që sot kemi mbri shumë mirë, po para Allahut s'kemi kur gjë. Fundi i historisë së Karunit na dëshmon një gjë të tillë. Fundi, sepse Allahu subhanahu wa taala na tregon se në fund domethënë ai fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard. Thot e kemi fundosur në tokë. Andaj ka mbetë historia e tij e shënuar, sepse Allahu gjithashtu ka fundosur me këtë çka ka pas. E pastaj përballë kësaj fundosje dhe përballë këtij përfundimi, Allahu xhalesha na tregon se të gjithë njerëzit janë bind. Madje edhe ata të cilët Allahu subhanahu wa taala i përshkruan, edhe ata të cilët dje dëshironin të ishin si ky, sot than kurse mirë po elhamdulillah se Allahu nuk na dha, nuk na sprovoi me na dhon, sepse ndoshta do të përfundonim si ky. Shqovllajm, këtë njerëzit në ditë kanë mi kuptu, por nuk duhet me prit që mi lëshu toka dhe kanë na me marrë vesh. Jo rrallëherë na kanë raste të caktume, ku thot për shembull opton mas ndeshjes caktume, mas i ka vdek dikush, mas i ka ndodhur një tragjedi, mas i ka ndodhur një fatkeqësi, mas i ka ndodhur diçka, thot tash po e njeh Zotin, tash po i besoj. Mirë, elhamdulillah, pa duhet me prit që me bën ndeshja, a duhet me prit që mu kall shtëpia, a duhet me prit që me dek fëmia, a duhet me prit që mu smu dikush pa gjeti ilaça, a duhet me prit që me falimentua, që mi u kthy Zotit ta. A duhet me prit që me lëshu toka zullumçart e na me marr vesha. Kushdo që pret, kështu ai ka gabim, sepse shembujt që Allahu subhanahu wa taala na ka sjellë në Kur'an janë të mbushur me këtë opton. Andaj fundi është ai i cili na tregon se për çka është dashur të gëzohemi e për çka është dashur të mos gëzohemi. Andaj në këtë rast, suksesi i dështuar i secilit është kur i mungon besimi në Zot. Suksesi i dështuar është çdo kush që çdo që ka mrri nuk e kthen në burim tek Zoti fuqiplot, e që pastaj ta përdor që ta arrijë kënaqësinë e tij. Çfarëdo që ka arrit në jetën e kësaj bote, një ditë do të përfundoj e do të mbetet vetëm gjurma e punëve edhe veprave të tij se si i ka përdor ato. Por në këtë rast duhet ta ngrisim edhe një paralele shumë e rëndësishme, madje në mesin e besimtarëve, ku besimtar duhet të kenë shumë kujdes që përveç suksesit që arritim me adhurim edhe me punë, që është suksesi real i joni, duhet kemi kujdes që të mos na rrjedh, domethënë kjo e arritur për shkak të padrejtësive, zullumeve dhe domethënë asaj raporteve të këqija që mund të kemi të tjerë, sepse ajo na dëmton, ashtu siç ka thënë pejgamberi ditën e gjykimit, do të vinë njerëzit me
punë të mëdha, me namaze, me punë të mëdha, por për shkak të zullumit që ka bërë, padrejësive që ka bërë ndaj tjerëve, ato do të mbesin, do të uhupin sevapën, do të mbesin të falimentuar. Pra shoqë, në Islam problemi është edhe me fitu sevapë që shmerujt. E lema mos më ulodh fare në gjurmimin e tyne. Andaj suksesi real, përfundimtar i secilit prej neve është kur në shkel kama në xhenetet e Allahut subhanahu wa taala, e gjithçka në këtë botë që i ndihmon këtij suksesi llogaritet sukses. Çdo sukses që është në kundërtën, që e dëmton, e rënon, e vonon këtë sukses, padyshim se nuk duhet llogaritet sukses edhe nëse në dunja i posedon të gjitha. Allah shpërblyef toç. Amin inshallah juve. Për kontributin. Faleminderit, do të rujt. Çimi takimit tjera të dashur shikues. Faleminderit edhe juve që ishit bashkë me ne në këtë takim. Shpresojmë për gjithë ata të cilët janë të pasur kjo tematikë të kontribuoj që pasurinë ta shfrytëzojnë konform rregullave të cilat i parashaj Islami dhe për të tjerët të cilat nuk kanë ndoshta shumë pasuri i nxit të bëhen të pastër që pastaj këtë pasuri ta shfrytëzojnë dhe ta përdorin që ta fitojnë xhenetet e Allahut. Deri në takime të tjera mbetshit në mëshirën e Zotit.